Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Më hoqën nga puna sepse isha shqiptare dhe unë u ktheva si drejtoresh. Quhem Blerta dhe për një kohë të gjatë emri im më dukej si barr. Jo sepse nuk e doja, por sepse të tjerët më bënin të ndihesha sikur ai emër ishte arsyeja pse nuk përkisja askund. Sot në fakt kur e shqiptoj me zë të lartë më tingëllon si fitore. Por për të arritur deri këtu kam kaluar një rrugë që nuk ja uroj askujt. Mbaj mend ditën e parë të punës sikur të ishte sot. Zyrat ishin të mëdha, me mure xhami dhe drita të ftohta që të bënin të ndiheshesh shumë e vogël. Unë isha e re, plot shpresë, me një diplomë që e kisha fituar me net pa gjumë dhe sakrifica që askush nuk i pa. Hyra aty me kokën lart, me një buzëqeshje të ndrojtur, duke i thënë vetes se më në fund jeta po më shpërblente. Në fillim gjithçka dukej normale. Kolegët më përshëndesnin me formalitet, shefi më fliste shkurt, por shumë korrekt. Derisa filluan pyetjet e vogla, ato që duken të pafajshme. Nga jeti Blerta? Dhe unë nuk e mohoja asnjëherë që isha nga Shqipëria. Një ngritje vetulle, një heshtje shkurtër, një aha e thatë, asgjë më shumë. Por ajo aha u bë një mur i padukshëm mes meje dhe tyre. Me kalimin e javëve kuptova që unë duhet të punoja 2 fish për të marrë gjysmën e vlerësimit. Ide që i propozoja unë injoroheshin, por po t'i thoshte dikush tjetër të njëjtat ide, papritur bëheshin brillante. Gabimet e mia fryheshin, ndërsa gabimet e të tjerëve justifikoheshin. E ndjeja në ajër, nuk ishte vetëm ndjesi, ishte realitet. Një ditë në një mbledhje shefi më tha: "Kemi nevojë për dikë që përfaqëson më mirë imazhin e kompanisë." Sytë e tij u ndalën tek unë për një sekond më shumë se sa duhej. Atëherë e kuptova. Pak javë më vonë më thirrën në zyrë. Më thanë se pozicioni im po rikonstruktohej, se nuk ishte personale, se duhet t'i kuptoja. Por unë e pash në sy dhe e dija të vërtetën. Nuk ishte puna ime, por ishte origjina ime. Kur dola nga ajo ndërtesë, më dridheshin duart. Nuk qava aty për aty. Qava në shtëpi, në errësirë, duke pyetur veten pse gjithmonë duhet të isha unë ajo shqiptarja. Pse kualifikimet e mia peshonin më pak se paragjykimet e tyre. Por aty në atë dhimbje, diçka ndryshoi brenda meje. Vendosa që nuk do të fshihesha më, nuk do të ulja më kokën, do të bëhesha aq e mirë, aq e fortë sa që askush të mos mund të më injoronte më. Fillova nga e para. Punova në vende më të vogla, mora projekte që të tjerët nuk i donin. Mësova më shumë, investova tek vetja. Kishte net që më zinte agimi mbi libra dhe kisha shumë plane. Kishte ditë që ndihesha e lodhur, por kurrë e dorëzuar. Vitet kaluan, emri im filloi të përmendej, jo më si ajo shqiptarja, por si Blerta që ditë çfarë po bën. Fitova respekt, hapa dyer për veten, ndërtova reputacionin. Dhe një ditë mora një telefonat. Ishte nga kompania që më kishte larguar. Pozicioni i drejtorit ishte bosh dhe më donin pikërisht mua. Qesha, por jo nga akmarrja, por nga ironia e jetës. Pranova jo për të kthyer si viktim, por si grua që kishte fituar betejën e saj. Ditën që hyra përsëri në atë ndërtesë, gjithçka dukej ndryshe. Ose ndoshta e shija unë ndryshe. Nuk isha më e pasigurt, nuk kërkoja miratim. Isha aty sepse e meritoja. I pash në sy ata që dikur më kishin nënvlerësuar. Disa u ndjen në siklet, disa u përpoqën të buzëqeshnin. Unë qëndrova profesionale dhe dinjitoze. Si drejtoresh vendosa një rregull të pashkruar. Askush nuk do të gjykojë për emrin, theksin apo prejardhjen, vetëm për punën dhe për karakterin. Sot, kur dikush më pyet se nga jam, unë përgjigjem me zë të fortë. Jam shqiptare. Dhe nuk ka më aha, ka vetëm respekt. Sepse unë jam Blerta dhe historia ime nuk fillon me largimin nga puna. Fillon me faktin që u ktheva më e fortë, më e mençur dhe në krye.